Përshëndetje të nderuar shikues, ju sjellim në vazhdim edicionin e lajmeve të orës 15 në televizionin publik të Kosovës. Në qendrën e numërimit dhe rezultateve ka nisur numërimi i flet votimeve nga votimi me post jashtë Kosovës, ndërsa ka përfunduar numërimi i votave të hedhura në përfaqësi diplomatike. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi ka dhënë hollësi rreth procesit të deritanishëm të numërimit. Qendrori i zgjedhjeve ka filluar me numërimin e votave nga votimi me post dhe ky proces do të marrë kohë disa ditë, siç e kemi thënë edhe më herët, nga 23 kutit postare të KQZ-s, të cilat janë hapur për këtë lloj votimi, janë tërhequr më shumë se 85.700 pako të supozuara me flet votime, pjesa më e madhe të cilave janë vlerësuar nga ana e shërbimit votues dhe janë të gatshme për të numëruar. Deri në përfundim të ditës së premte, pra sa i përket procesit të vlerësimit të pakove, deri në përfundim të ditës së premte, në procesin e vlerësimit janë përfshirë mbi 60.000 pako të tilla, pra që takojnë votimit përmes postës, dhe janë aprovuar 59.973 prej tyre, ndërsa janë refuzuar 2.244. Ministrja në detyre e drejtësisë Donika Gërvalla ka njoftuar hapjen e një objekti të përhershëm shtetëror të Kosovës në Londër. Sipas Gërvallës, kjo seli diplomatike do të kontribuojë në përmirësimin e shërbimeve për qytetarët e Kosovës dhe mërgatën kosovare në Mbretërinë e Bashkuar. Ajo e vlerësoi këtë arritje si dëshmi të stabilitetit institucional të shtetit dhe të partneritetit të ngushtë ndërmjet Kosovës dhe Britanisë së Madhe, duke theksuar rëndësinë e pranisë së përhershme të Kosovës në një prej qendrave më të rëndësishme diplomatike dhe politike në botë. Gjykata kushtetuese ka refuzuar si të papranueshme kërkesën e Komisionit të Pavarur të Mediave lidhur me aktgjykimin e Gjykatës Supreme që shfuqizoi një dispozitë rregullore së punës së KPM-s që kishte të bënte me zgjedhjen e kryetarit të ri. Sipas kushtetueses, pretendimet për cënim të së drejtës për gjykim të drejtë ishin të pabazuara dhe hynin në kategorinë e shkallës së 4. Gjykata po ashtu e vlerësoi se nuk është dëshmuar shkelje e pavarësisë funksionale të KPM-s, duke lënë në fuqi vendimin e mëparshëm të Gjykatës Supreme. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama ka njoftuar se me hapjen për qarkullim të unazës së brendshme ka ndryshuar edhe kahet e hyrjedaljeve nga rrethi Dugazhini në drejtim të qendrës së qytetit. Ai u ka bërë thirrje qytetarëve që të tregojnë kujdes të shtuar gjatë qarkullimit dhe ta respektojnë sinjalizimin e ri rrugor, me qëllim të shmangjes së konfuzionit dhe lehtësimit të trafikut. Ndërsa kryetari i Fushë Kosovës Valon Prebreza në një mbledhje të jashtëzakonshme të Komitetit për Siguri ka bërë të ditur se është shpallur gjendje emergjente në sektorin e menaxhimit të mbeturinave. Ai ka kërkuar mirëkuptim nga qytetarët për vështirësitë e krijuara. Dashur qytetarë të Fushë Kosovës, sot mbajtëm takim të Këshillit për Siguri në Bashkësi, ku shqyrtuam dhe analizuam gjendjen në të cilën jemi me mbeturinat në komunën e Fushë Kosovës. Në këtë takim morëm vendim që të shpallim gjendje emergjente në sektorin e mbeturinave. Për hapat e radhës, nga hëna do t'ju njoftoj drejtori i shërbimeve publike. Presim dhe kërkojmë mirëkuptimin tuaj. Ky problem do të zgjidhet gjatë kësaj jave. Ju faleminderit. Në rrugën Luan Haradinaj në Prishtinë është raportuar një rast i dyshuar për falsifikim parash. Një përfaqësues i bankës ka njoftuar se janë identifikuar 225 monedha nga 2 euro të dyshuara si të falsifikuara. Monedat janë sekuestruar nga autoritetet kompetente dhe rasti po hetohet nga hetuesia. Ju sjellim informacionet kryesore nga arena ndërkombëtare, shenjat për një marrëveshje mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit për t'i dhënë fund konfliktit po bëhen gjithnjë më të forta. Sipas zyrtarëve iranian dhe amerikan, palët janë afër finalizimit të një memorandumi mirëkuptimi që do të mundësonte rihapjen e ngushticës së Hormuzit, lehtësimin gradual të sanksioneve ndaj Iranit dhe nisjen e bisedimeve për programin bërthamor iranian. Informacionet nga sporti e përmbyllim këtë edicion të lajme. Faleminderit që na ndoqët, mirupafshim.